Vëllezër të dashur, hutben e kësaj xumaje dua ta filloj me një hadith nga pejgamberi jon i dashur Muhamedi alayhi salatu wassalam, në një rast kur u pyet nga dikush që ishte prezent prej sahabëve dhe i tha: o i dërguari i Allahut, a ndodh që Allahu xhelle xhelaluhu ta shkatron një shoqëri? A ndodh që Allahu dhul xhelal zbret dënim në një vend, edhe përkundër asaj që në atë shoqëri, edhe përkundër asaj që në atë vend ka njerëz të mirë, ka njerëz që e madhërojnë dhe adhurojnë Allahun, dhe ka njerëz që e kanë dert veprimin e punëve të mira dhe largimin e punëve të këqija? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: po, ka mundësi që Allahu xhelle xhelalu ta shkatron një shoqëri, Allahu xhelle shanuhu të zbret dënim në një vend, edhe përkundër asaj që në atë vend ose në atë shoqëri ka njerëz që e madhërojnë dhe adhurojnë Allahun, me fjalë të tjera ka njerëz të mirë. E kur ndodh kjo, i dërguari i Allahut? Atëherë kur në atë shoqëri dominon e keqja, atëherë kur në atë shoqëri dominon zullumi, padrejtësia, atëherë kur në atë shoqëri më shumë dëgjohen lajme jo të mira se sa lajme të mira. Allahu na ruajt, vëllezërit e mi të dashur. Të gjithë ne pas një dyshim jemi dëshmitar jo të kësaj jave, por kohëve të fundit të lajmeve jo të mira që marrim. Dhe jo lajme të thjeshta, vëllezër, lajme që na lën gojën hapur përfshi maltretimit që dëgjojmë teksa fëmijët ju a bëjnë prindërve të tyre. La ilaha illallah. Lajm baban e ka maltretu djali, lajm vllau e ka maltretu dhe ka rreh vllaun, lajm nëna abuzon me fëmijën e saj, lajm vllau ka tentu me vra vllaun, lajm kindapohet fëmia për çështje të pasurisë dhe të ardhurave materiale, lajm të vrasjeve, lajm të grabitjeve, lajm të dhunës, lajm të drogës, lajm të alkoholit, lajm e këto, vëllezër të dashur, që realisht ne si shoqëri duhet të ngrejmë alarmin. Çfarë është duke ndodhur me ne? Dhe të gjitha këto që i dëgjojmë nuk janë në një tokë tjetër, nuk ndodhin në një shtet tjetër, nuk ndodhin nga një kombësi tjetër, dhe nuk ndodhin mbrenda një popullit që kanë besim tjetër. Janë kombësinë shqiptare, janë tetovën tonë, janë në vendin tonë, janë nga muslimanët tonë, lajme këto që ndodhin në mes Hasanit, Hisenit, Omerit dhe Abdullahut, lajme këto që ndodhin në mesin e muslimanëve. Dhe kjo, vëllezër të dashur, është një pyetje që duhet drejtuar çdo njeri vetes. Tani, a dominon e mira në shoqërinë tonë, apo duke dominuar e keqja? Nëse do të dominonte e mira, ne do të ballafaqoheshim me lajme të mira, por nëse dominon e keqja, ne ballafaqohemi me lajme të këqija. E përballë kësaj çfarë duhet bëjmë, vëllezër të dashur? Në raste të tilla, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që të investojmë për të ruajtur familjen. Punoni, vëllezër, me familjen. Punoni, vëllezër, me fëmijët. Punoni, vëllezër, me shtëpitë e juaja, nga se ata janë përgjegjësi e juaj para Allahut xhelle xhelaluhu. Vëllezër, në momentin kur teknologjia ka depërtuar shtëpitë tona, kur kohën më të madhe fëmijët tonë kalojnë me telefona në dorë dhe me digitrona në dorë përballë televizionit, është koha absolut më e nevojshme e mundshme që një bab me ndako me vllatë të tij. Sepse nuk ndërtohet shoqëria duke vajtu dhe duke qajt. Shoqëria ndërtohet duke investu çdo njëri nga ne tek vetja jon, dhe çdo njëri nga ne duke punu me fëmijët tanë. Nuk ndërtohet shoqëria në të kundërtën e kësaj, vëllezër. Ndoshta ne nuk kemi mundësi me ndal këtë vazhdimësi të lajmeve të këqija, por ne jemi përgjegjës para Allahut xhelle xhelalu, ne përballë krejt kësaj çfarë bën. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: në qoftë se e shihni një pengesë, një gjë të keqe, një lajm të keq, një problem, largojeni atë me forcën tuaj. Çka nën kupton me forcën tuaj? Merri shkaqet sebepet,
me fuqinë tënde me ndryshu, mos me elan me vazhdu e keqja dhe me u përhap në atë shoqëri. Nëse nuk ke mundësi këtë ta bësh, atëherë mundohu me gjuhën tënde të flasësh kundër ligjeve dhe kundër veprimeve të cilat shkatrojnë shoqërinë. Se si mos lejo të heshtish në një moment kur dikush jep zot ka e keqja. Një moment mos lejo të heshtës në momentin kur proklamohet e keqja. Në një moment mos je kundër njerëzve të cilët flasin kundër të keqjes. Po thot pejgamberi alayhis salam, në qoftë se edhe me gojën tuaj se frigeni punës, i frigeni mos humni shoqërinë, i frigeni mos e humni autoritetin, frigeni mos humni njerëzit përreth, në qoftë se edhe me gojë s'keni mundësi me intervenu për me ndalu një punë të keqe që është duke ndodhur në mesin tuaj dhe shoqërinë tuaj, atëherë ureje me zemër. Mirë po vëllezërit e mi të dashur, duhet na interesoj neve çështja e imanit ton. Duhet na interesoj çështja më e rëndësishme në jetën tonë. Ne nuk kemi gjë më me vlerë, më të rëndësishme dhe më me peshë në dunjon tonë se imani jon. Nëse këtë e humb, kur gjë tjetër në dunjon nuk duhet. Nëse këtë e ke, çdo gjë tjetër në nivel do ta kesh. E tha pejgamberi alayhis salam, nëse nuk je në gjendje me dorë me ndryshu, nëse nuk je në gjendje me fol kundër asaj, vetëm se e urren me zemër, vetëm urrejtja me zemër, vëllezërit e mi të dashur, është shenjë se imani i jot dhe i jemi është i dobët në zemrat tona. E më e pakta, vëllezër, për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe me këtë mbarojmë për shkakun e kohës dhe shkakun e vapës dhe temperaturave. Më e pakta, për hir të Zotit vllau jem, a ki mundësi mos i përkrabe njerëzit e këqij. Më e pakta vllau jemi dashur, a be një koment në rrjetet sociale kundrejt një personi të ligë dhe të padrejt mos e bëj. Për hir të Zotit këtë ke mundësi ta bësh, për shkakun se wallahin dhe billahin, në qoftë se sot në heshtje për interesat e tua të ngushta dhe personale je në gjendje me përkrah të keqen, wallahin dhe billahin, është çështje ditësh dhe është çështje momenti kur ti ose familja jote mund të jetë pjesë e lajmeve të zeza. Krejt ato lajmet e ditës të zeza që i dëgjojmë, mos mendoni se ndonjëri ka pas çift dalë në gazetë. Mos mendoni se ndonjëri ka pas çift që të flitet për ata. Mos mendoni se dikush ka pas çift që të nxjihet fytyra. Mirë po, çdo kush ka bërë diçka dhe ka përfunduar atje. Në një moment kur Omeri radiallahu anhu e zu një person duke vjedh dhe u paraqit para gjykatës, Omeri radiallahu anhu i tha, kjo nuk është hera e parë e gabimit që e bën. Kush e di sa herë të ka mbrojtë Allahu dhul xhelal, por ti ke vazhdu të njëjtën. E në momentin kur arrin kulminacionin e veprimeve të punëve të këqija dhe të liga, atëherë dije vllau jem se ti ja ke hapur derën belas. Ti ja ke hapur derën lajmit zi. Dhe ti ke rreziku atë që e thamë në fillim ligjëratës, me zbrit dënimi Allahu xhelle xhelalu në shoqëri dhe në vend. Allahu na ruaj nga dënimi.